Kryetare, Ministër, ky që kam përpara është ligji për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Në të jepen dy definicione, edhe do doja ti citoja sepse për to është folur shumë, edhe natyrisht ka një keq kuptim të madh edhe publik, po ka një keq kuptim të madh edhe ndër deputet, me thënë drejtë. Në nenin 3 për kufizime, pika 15 dhe 16 thuhet, fond rezerv është fondi që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të paparashikuara në fazën e përgatitjes buxhetit. Pra jo të përhershme dhe të paparashikuara. Çdo gjë tjetër që mbi vishet këtu, natyrisht që është koment i tepërt. Ndërkohë, në nenin 5 buxheti i shtetit thuhet, buxheti i shtetit përfshin të gjitha të ardhurat, shpenzimet, financimet e qeverisë qendrore. Buxheti i shtetit përfshin një fond rezerv dhe një fond kontingjence të pashpërndar, i cili miratohet nga kuvendi në ligjin e buxhetit vjetor deri në masën 3% vlerës totale të fondeve të miratuara. Fondi rezerv përdoret vetëm për rastet e financimit të shpenzimeve, të cilat nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit përgatitjes buxhetit. Dhe këtu vim tek fjalia për cilën e citova këtë nen. Miratimi i përdorimit të tij bëhet vetëm me vendim të Këshillit të Ministrave. Natyrisht, po të shkojmë pastaj tek neni 45, kërkesa për fonde shtesë, që lidhen apo impaktojnë drejt për drejt atë nenin e mësipërm, ka disa detyrime që patjetër janë detyrime ligjore që duhen respektuar. Pse i bëra këto 2 citime? E para mbi të gjitha, mu më lë shije shumë të keqe, po shumë të keqe, që qeveria nuk mban përgjegjësi vet, ose më saktë ministri nuk mban përgjegjësi vet për të përdorur fondin rezerv të Këshillit të Ministrave siç e parashikon ligji, me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe ndërkohë e shpërndan përgjegjësinë duke bërë pjesë edhe Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Tu po flas për veta, nuk dua të flas për asnjë nga kolegët e tjerë. Pra po flas për veta. Do ishte shumë mirë që qeveria më në fund të mësoj që për akte edhe të tilla, të prekjes fondit rezerv, si në çdo rast tjetër, të mbaj përgjegjësi vet. Pak para jush ishte këtu Ministri i Financave, që prezantoi një akt normativ për ndryshimin në buxhetin e shtetit, dhe u bë pjesë e një procesi ku parlamenti, nga roli i tij kushtetues i buxhet bërësit, shkon apo shtyhet në rolin e tij formal të miratimit të një akti normativ që mbart ndryshime në buxhet. Kurse këtu nuk është kështu. Në dallim nga i akti, këtu parlamenti ftohet të mbajë përgjegjësi për një akt të qartë të qeverisë, e që ligji e ngarkonte ta mbante atë përgjegjësi i vet. Kjo është e padrejtë. Për të mos thënë edhe ndonjë fjalë tjetër. Pikërisht për këtë arsye, unë jam kundër këtij akti. E para. E dyta, për cilin bëra dhe pyetjet, edhe që natyrisht më shqetëson. Ka të bëjë me transparencë. Ky është një aktivitet ashtu siç thatë edhe ju. Një aktivitet shumë i madh, me impakt ndërkombëtar, dhe që për shkak edhe të financimit të qeverisë u bë edhe më ndërkombëtar. Sepse ishte pothuajse në të gjithë media ndërkombëtare me Z, jo thjesht dhe vetëm si një koncert i një këngëtari që ju e vlerësoni, unë s'kam këtë vlerësim që ju keni për të, po ju e vlerësoni, me impakt të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Pra kjo ishte njëra anë pse foli media ndërkombëtare dhe ana tjetër ishte pse financoi qeveria koncertin e tij. Pra, kishte edhe anën pozitive, po kishte edhe anën negative. Apo që u perceptua negativisht. Tani për ta eliminuar këtë perceptimin negativ që u krijua pikërisht nga ky financim, do duhet që të kemi transparencë maksimale lidhur
me çdo element të financimit, tu jemi Komisioni Ekonomisë dhe Financave, çdo element të financimit të atij koncerti. Është shumë e rëndësishme kjo, me qëllim që përgjegjësia ligjore të justifikohet me dokumenta natyrisht zyrtar të financimit të atij koncerti, të ardhurat të realizuara për atë koncert, nuk po flas për aktivitetet e tjera, e kështu me radhë. Thënë këtë, unë do i kërkoja këtij komisioni që të mbetet në alert dhe me që ju nuk kishit të dhëna të mjaftueshme sot lidhur me këtë gjë, të rimblidhet për të patur një informacion shumë të qartë lidhur me gjithë aktivitetin ekonomik të lidhur të koncertit dhe të lidhur me koncertin. Është shumë e rëndësishme që shqiptarë, ne në radh parë që jemi këtu si përfaqësues qytetarëve, po edhe shqiptarët jeni djeni të gjithçkaje që për fat të mirë apo të keq quni si doni, u bën edhe ata pjesë nga pikpamja e financimit të këtij eventi. E treta gjë që dua të them, po nga këndvështrimi juaj, po koncerti apo ky eventi, quheni si të doni, po ka impakt pozitiv edhe mbi ekonominë, ashtu siç ka impakt pozitiv edhe për të krijuar, apo për ta futur Shqipërinë në listën e atyre eventeve që janë të rëndësishme, jo vetëm nga pikpamja kulturore, po edhe nga pikpamja ekonomike. Në këtë rast, unë, me thënë drejtën, e vënd dyshim aspektin kulturor të këtij koncerti, po aspektin ekonomik, po patjetër që e shoh, dhe natyrisht e mendoj, por dua transparencë akoma më të madhe për gjykuar mbi të. Ju dhat disa numra këtu të impaktit ekonomik të koncertit, me thënë drejtën duken shifrat mëdha, do dua prova për t'i miratuar ose jo këto shifra, po thash edhe njëherë, mbeten në mirëbesim të kësaj gjëje, të numrave që ju jepin, deri në momentin që edhe para këtij komisioni apo ku të doni, mbase ju e bëni thjesht dhe vetëm edhe si ministër këtë gjë, transparencën nga pikpamja ekonomike edhe të ardhurat e shpenzimit të gjithë këtij eventi. E katërta gjë që dua të them, ka të bëjë me radhën e përdorimit të parave. Qoftë edhe nga ministria juaj, po edhe nga ministritë të tjera. Sepse me thënë drejtën janë para publike, edhe radha patjetër që gjykohet nga ju, në qoftë se vendimin do ta kishit marrë ju. Në momentin që vjen në kuvend tani për miratim, unë mendoj që po rri vetëm brenda fushës tuaj, nuk po dal më tutje, nuk dua ta bëj atë narrativën, e bëm narrativën pak më përpara për nevojat që ka kategoritë ndryshme sociale apo vetë ekonomia për para publike në aktin tjetër normativ, këtu dua të rri brenda fushës ministrisë tuaj. Shikoni, në harkun e 8 muajve, duke filluar nga dhjetori viti që shkoi, edhe tani janë financuar 2 aktivitete. Është financuar, po jo në këtë formë, me ndryshim në buxhet, ai aktiviteti për atë sportin e çuditshëm, padelin. Nuk e di se cilat ishin përfitimet e tij. Prandaj insistoj të paktën në këtë rast të kemi transparencë. Për atë rast, deri tani nuk ka folur kush dhe nuk ka bërë transparencë. Me thënë drejtën, unë se pa mundësinë të shkoja atë Skënderbej për të parë, për shkruar kuriozitetin mbi këtë sportin, po ky ishte një aktivitet dhe i dyti është ky. Ndërkohë mes këtyre ditëve apo këtyre aktiviteteve vjen vëmendje një element shumë i rëndësishëm, e që lidhet me filmin e momentit, Odisea, dhe me promovimin që i bëhet ISO Polifonisë në atë film. Po patjetër, ministria juaj ka financuar një aktivitet shumë të rëndësishëm për ata që e luajnë ISO Polifoninë dhe mbi të gjitha edhe instrumentat, mbi të cilat po bëhemi të famshëm tani edhe përmes këtij filmit Odisea. Unë do doja shumë që edhe këtë vit ju ta kishit financuar atë aktivitet. Shumë. Për fat, jo filmin, jo.
Jo filmin mos si ta financonin, po edhe po ta kishit financuar do ishte mirë shumë. Do kishte marrë akoma shumë vëmendje Shqipëria përmes asaj gjëje sepse është autoktone, është kombëtare, se kuptova këtë ironinë realisht, domethënë është autoktone, është kombëtare, na përfaqëson si pasuri botërore e UNESCO-s dhe natyrisht është komplet e ndryshme nga ajo që përfaqëson ai këngëtari. Pavarësisht se unë e njoh edhe Elvisin, njoh edhe Beatlesat, njoh edhe të tjerë. Të tjerë që janë më të rinj se unë, bazët si njohin, po unë i njohin këtë tipin. Unë njoh këta, edhe kulturën, apo çfarë kanë dhënë ata botës. Po njoh mbi të gjitha këta zotrusit, edhe artistët e ISO polifonisë shqiptare, edhe po ta kishin financuar, me thënë drejtën atë regjisorin, me thënë drejtës do kishin bërë një gabim, dhe do kisha ngritur duart edhe pse mund shkele ligji, po da kisha ngritur dorën për ta financuar atë gjë. Po thash, unë do preferoja që atë që i keni financuar vetë këtyre mjeshtrave shqiptar, t'ja kishit financuar edhe këtë vit. Sepse me rastin e filmit, të ludhem, me rastin e filmit, kuptova që për këtë vit ai festivali i fyejve nuk bëhet. E para kjo. E dyta, e lidhur edhe me atë sportin, po e lidhur edhe me imazhin e Shqipërisë. Shikoni, keni marrë një angazhim, edhe juve dhe qeveria, që të ndryshoni financimin e sportin tëvë, përmes ligjit për sponsorizimet. Jemi në korrik. Aktiviteti i vitit që shkoi u mbyll. Ekipet shqiptare po marrë vetëm futbollin, po i lë aktivitetet e tjera, po ju marrë vetëm futbollin. Ekipet shqiptare janë aktivitete europian tani. Janë të gjithë me shpenzimet e tyre. Të gjithë, pa përjashtim me shpenzimet e tyre. Tani këtu po më vlen që ta bëj krahasimin, po ja ku është Kosova aty më tan, që vjet pati ekipe në grupet e Europa Conference League. Po unë mendoj që nuk ka promovim më të madh për ne, për Shqipërinë, se sa ekipet tona të jenë, unë uroj shumë që njëra prej këtyre që po konkurrojnë janë në aktivitet tani, të shkoj atje. Po edhe për turizmin do t'ishte shumë mirë, sepse vinë tifoz, qarkullojnë në për Tiranë, qarkullojnë në për Elbasan, qarkullojnë edhe në Rogozhin po të doni. Pra ka një disbalans në atë që ne financojmë. Dhe normalisht sporti duhet ishte një nga elementet shumë të rëndësishëm këtu. Ne kemi kohë që e presim, unë kam propozuar 2 herë në Kuvendin e Republikës Shqipërisë për këtë gjë, edhe me ministrin Pararendes, po edhe me juve, dhe me thënë drejtën, kjo është një arsye dytë, pse unë nuk e votoj këtë akt. Faleminderit. Braçe, atëherë zoti Cara, pastaj zonja Xhixha.